Të dy bashkë njësoj 8 dhjetorin ka qenë. Unë se mbaj se s'kam qenë këtu, kam qenë hik. Unë kam qenë. E kam ligju, po. Unë kam qenë këtu, ka qenë 8 dhjetor. Unë di kush ishin, unë di kush ishin ato njerëz. 8 dhjetor, ditë stune, ftohtë, domethënë dhe mbaj mend shumë mirë gjithçka, domethënë atë raporte dhe më vjen keq sepse jam bashkangjitur duke besuar që është një forcë politike që do ta gjej veten. Nuk e bua si gabim tillë dhe shumë tjerë që u bashkangjitën në burrë, se ajo ishte nuk ishte frymgim, pa ajo ishte një mllef që ishte akumuluar deri në atë pikë sa që nuk majte më. Unë kam thonë edhe gzim ko lufi po dilte, ë? Po dilte në shesha ditë do ta broricin. Pra, po problemi është që ajo lëvizje se u kthy mbrapsht, nuk që frym lirie, që një menaxhim i pushtetit komunist për të menaxhuar demokracinë. Dhe kështu rezulton sot apo jo? Fatkeqësisht kur shikojmë pas shumë vitesh tregon që ka pas një lloj regjie, por gjithsesi, domethënë ne po flasim për një lëvizje që domethënë ca djem që kanë treguar personalitet, që kanë treguar politik, se prodhon politik, domethënë. Ne për shembull, dhe kur vjen puna te Berisha, duam zonë ne të dy do e pranojmë që Berisha prodhon politik. Prodhon politikën e vet, po prodhon politik apo jo. Dhe Partia Demokratike për fatin e keq ka pas shumë pak veta që prodhon politik sepse është dominuar nga një model. Shiko, mos shumë organizuar. Partia Socialiste ka ideologjinë. Pa ideologji ka strukturën. Nuk e ka shmangur, ka ideologjinë dhe strukturën dhe siç thoshte dikur në kohët e komunizmit dhe kemi bazën e popullit, edhe Partia Socialiste sot ka vazhduar këtë lloj vijimësie, domethënë, dhe nuk e ka ruajtur. Domethënë nuk e ka luajtur, ka vazhduar ideologjinë. Ajo për shkakun që unë dua nga mendoj se partitë kanë ideologji. Unë duke, jo, shikoj, ka ideologjinë e vet, për shembull. Po të shikosh, Rama ka narracion. Për shembull, nuk i mungon narracioni politik. Po. Për shembull, Shpiku bëhen. Po. Cila që kjo ndryshe, ja thashë ideologji. Cila që jo më Shpik pra diçka, domethënë është ka narrativ. Çfarë për shembull po e marrin kot. Në mënyrë domethënë shumë qesharake si u bë lëvizja në 11 maj. Rama gjeti Shqipërinë mbë. Okej. Nën? Po, ka gjeti. Është makiavelist, Berisha zgjedhi Shqipëria madhështore. Po. Ne kemi nevojë për Shqipëri normale. Nëse ti ke garën Shqipëria mbë për Shqipëri madhështore, do thotë që ti ke Shqipëri normale valla, ke me ligje. Ti ke nevojën midis BE-s dhe madhështore. Po jo më jashtë realitet. Në normalitet. Ne kemi nevojë për një Shqipëri normale, më që zbato ligjin.